Leonard Psili, punonjës si konsulatës greke në Gjirokastër, ndodhet aktualisht në një procedurë gjyqësore që lidhet me shkelje të rënda të rregullave konsullore, ndërkohë që paralelisht emri i tij përmendet në akuza për veprimtari informuese pranë strukturave operative të policisë. Sipas të dhënave të referuara në dosjen gjyqësore, Psili dyshohet se është paraqitur si përfaqësues i konsullatës edhe jashtë orarit zyrtar dhe gjatë ditëve të pushimit duke komunikuar me sallën operative për persona dhe mjetet të caktuara. Këto sinjalizime janë bërë në pretendimin e rrezikut potencial për sigurinë e institucionit konsullor, megjithëse sipas akuzave nuk ka pasur një autorizim formal për ushtrimin e këtyre funksioneve. Ekspertët së drejtës dhe të marrëdhënieve diplomatike theksojnë se rregullat konsullore janë të qarta në përcaktimin e roleve dhe kompetencave të personelit, veçanërisht për sa i përket bashkëpunimit me autoritetet vendase të sigurisë. Çdo veprim jashtë këtij kuadri ligjor mund të përbëjë tejkalim kompetencash dhe përdorim të atributeve që nuk i takojnë një punonjësi konsullor. Fakti që këto veprime dyshohet se janë kryer paralelisht me një proces gjyqësor në zhvillim ngre pikpyetje shtesë për konflikt interesi dhe përzierje të roleve institucionale me veprimtari informuese. Juristë të fushës vlerësojnë se një situatë e tillë kërkon verifikim të plot nga autoritetet kompetente, për të garantuar se bashkëpunimi mes institucioneve diplomatike dhe strukturave të sigurisë respekton standardet ligjore dhe ndërkombëtare. Aktualisht çështja mbetet në shqyrtim gjyqësor dhe çdo përfundim final do të varet nga vendimet e organeve të drejtësisë. Institucionet përkatëse nuk kanë dhënë ende një qendrim zyrtar publik lidhur me akuzat, ndërsa pritet që procesi të sqarojë nëse kemi të bëjmë me shkelje individuale apo me një problem më të gjerë institucional.